الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Allahun, Zotin e gjithësisë e falenderojmë, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihim, shpëtim, udhëzim, falje kërkojmë. Salavatet tona, më të bukrat, më të plotat, më të mirat, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të pastër, shokëve të Tij të zgjedhur dhe të gjithë atyre që rrugën e Tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin dërgojmë. Të nderuar vëllezër, porosia më e shenjtë që japin hatibat prej këtij vendi në çdo javë, porosia që duhet gjithmonë hatibat ta kujtojnë veten e tyre dhe xhamatin e tyre, është që të jemi të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Vetëm të devotshmit janë ata të cilët do t'i meritojnë premtimet që Allahu azza wa jall u ka premtuar në Kur'anin famulart dhe u ka kumtuar i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dhe ai i cili i friksohet Allahut, është i devotshëm ndaj Allahut, vjen premtimi, Allahu do t'i bën atij rrugë dalje. Të nderuar vëllezër, nuk ka ditë që meshkujt nuk i kalojnë disa orë jashtë shtëpive të tyre, po ndoshta edhe në ditët e pushimit. Sipas statistikave, studimeve, që meshkujt në moshën 20 deri në 50 vjeçar të cilët janë në këtë moshë, i kalojnë mbi çdo ditë më shumë se 14 orë jashtë shtëpive të tyre. Shkaku i punës, shkaku i natyrës që e kanë meshkujt, natyrës së punës që e punojnë, që duhet me qenë ata me dalë jashtë shtëpive të tyre, është që ata duhet dalin jashtë verë e dimën, tohtë e nxehtë të ballafaqohen me lloj-lloj rreziku. Për nga ana tjetër, edhe për mi sjellë të mirat të cilët ekzistojnë jashtë shtëpive të tyre. Mirë po, a ka rrezik? Po vëllezër, ka rreziqe, në veçanti vëllezërit të cilët puna e tyre, zanati e tyre i detyron që të shkojnë në lloj-lloj qati të huaj, me hi në lloj-lloj shtëpie, me u taku me lloj-lloj njeri. Nuk e din ti punëdhënësi i cili ka thirrë se çfarë njeri është. Ka rreziqe vëllezër. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve, na ka paralajmëruar neve, na ka edukuar neve që kërkojmë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej këtyre rreziqeve të cilët janë jashtë shtëpive. Njëra prej nënave të besimtarve, Ummu Salama radhiyallahu anha, Hind binti Abi Umayya al-Makhzumiyya, ajo tregon duke thënë: ma kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min bayti qat illa rafa'a tarfahu ila as-sama'i faqal. Nuk ka ndodhur që të dalë prej shtëpisë time pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç se thot e ngrinte thot shikimin e tij, thot nalt edhe lutej, duke thënë, lutej duke kërku që Allahu ta mbron prej 4 rreziqeve të cilat ja fillojnë me njëherë pas pragut të derës.
katër rreziqe. Cilat janë këta katër rreziqe që secili prej neve fillimisht duhet me kërku tek Allahu Azza wa Jall me të mbrojtë për atyre rreziqeve jashtë shtëpisë. A del për punë, a del për mu taku dikun me vizitu, ta katër rreziqet janë jashtë shtëpisë. Rreziku i parë, ose para se me fillu, domethënë atë kërkimin e mbrojtjes, thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Bismillah, dali në emër të Allahut. Tawakkaltu ala Allah, dhe Allahut i mbështetem. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde që të mos humbasi rrugën ose mos të më humbas dikush tjetër. Mos ta hupi unë rrugën për ku jam nis, shkaku i padijes teme, shkaku i jo seriozitetit, nuk mri në kohën e duhur, shkaku i ignorancës, po as mos del dikush në rrugën teme para meje që ma merr kohën, ma hup menden që mos me mri me e kry obligimin për të cilën në dark prej shtëpisë teme. Au azilla au uzal, të mos gaboj, e të mos më boj dikush tjetër të gaboj. Au adhlima au yudhlama alija, e të mos më boj dikush të pa drejt, pa as mos t'i boj dikujt unë pa drejtësi. Më mbro Allah. Au ajhala au yujhala alija, edhe Allah më mbroj që mos të mbën dikush mu ignorancë, mos të më nënçmon, au ajhal, ose mos t'i boj unë dikujt ignorancë dhe sjellje të keqe. Vëllezër të nderuar, një lutje që nuk i merr as kujt prej neve as 2 minuta për me lexu, mirë po që ka një vlerë shumë të madhe. Bismillah, sa herë që të dalish prej shtëpisë. Bismillah, sa herë që ta fillosh një punë. Bismillah, sa herë që e ke marrë vendimin me kry një punë të madhe për veten tënde e për ata që i ke për rreth teje. Fjala Bismillah të nderuar vëllezër është një prej fjalëve më shumti që përmendet në Kur'anin famullar. Është një prej fjalëve që e don më shumti Allahu subhanahu wa taala, edhe për këtë e ka cek në Kur'anin famullar 114 herë. Neve sa herë thujmë Bismillah? A e dimi vlerën? Fillimisht që me e shumë fishu thënjën e Bismillahit. Të nderuar vëllezër, fjala Bismillah nuk o vetëm një fjalë e thjeshtë. Është një fjalë që ka kuptime të mëdhaja, sikur ta dinim. Sikur t'i dinim ata vlerat të mëdhaja të Bismillahit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sitru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idha wada'a ahaduhum thawbah an yaqula Bismillah." Mburoja, mbulesa mes gjinve, krijesave të cilat ne nuk i shohim, mbes pamjeve të tyre dhe njeriut kur t'i hek teshet ati, është fjala Bismillah. Kur të thuish Bismillah, nuk ka mundësi që të sheh as një prej gjindve. Sot në kohën tonë vëllezër, dikush për shembull mahnitet kur hinde në ndonjë zyrë, thot vetëm një herë thot e trustat një dugme, ata dritaret të cilët janë të i dukshme, vetëm një të shtypje, as kërkushtat nuk qef në ato në tjetër se çka bon ti të zyra jote, ka përparu bota. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1400 viteve na ka tregu se fjala Bismillah është mburoj për ti, mbron nga çdo ty i keq i cili shkon. Pra, fjala Bismillah vëllezër është një fjalë që e ka thënë Nuhi alayhi salam kur ka hip në anijen e tij. Me që këtë Bismillah Allahu subhanahu wa taala i ka siguru në ato dallgat e mëdhaja që ka udhëtu ai dhe ata të cilët kanë qenë me të. Kjo është për neve një mësim i madh vëllezër, që sa herë që të hipim në veturën tonë, qoftë me familjet tona,
në udhëtime të gjata ose të shkurtura, ose kur të hipni në veturën tuaj me punëtorët, tuaj me zo bismillah. Ndoshta pasi që e ke thonë disa herë me vazhdimsi, fillojnë edhe ata kolegët e tu me mësu fjalën bismillah, që sa herë që dhe ta thuajnë, ti dhe t'jesh sebeb, edhe ti dhe që përblehesh për atë mirësi. Po ashtu kjo është fjalë të cilën e ka thënë Sulejmani a.s. kur ja ka dërgu një letër që ka qenë një prej letrave më të rëndësishme që është dërgu ndoshta në historinë e profetëve. Sulejmani a.s. e ka shkruajtur në letrën e tij në fillim innehu min Sulejman wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Letra që dërgohet është prej Sulejmanit, i dërguari i Allahut dhe mbreti më i madh i njerëzimit në atë kohë. Wa innehu bismillahirrahmanirrahim, dhe është një letër që fillon me emrin e Allahut të mëshirshmit dhe mëshirbërësit. Neve vëllezër, sikur të themi në letrat tona të cilat i shkruajmë, letrat e rëndësishme me bismillah, të thuajmë bismillahin, shumë më ndryshe kishte me qenë. Besoni vëllezër, një letër që dërgohet me bismillah nuk është sikur se një letër që dërgohet pa bismillah. Tawakkaltu ala Allah, mbështetem tek Allahu subhanahu wa taala. Zemra yte lidhet për kënd për atë i cili i din çdo send, e din të kaluarën edhe e din ardhmërinë tënde. Kjo është mbështetje e vërtetë. Nuk është mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala pasi që ti troketi shdert dyrt e kritëve, edhe asnjë nuk del ndihmën tënde, edhe tash kthehesh tek Allahu më thënë, o Zot, vetëm dorën tënde. Jo, vetëm dorën tënde, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë në fillim para se me u taku me njerëz. Edhe kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo nuk do të thotë që njeriu mos më u taku, mos më i vizitu njerëzit të cilët janë për ata punë të cilat dalim ne. Po, do t'i konsultojsh, kështu na mëson feja. Mirë, po do të fillosh me kënd me Allahun subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udhu bika an adil. O Zot, të lutem, të ti të rehohem që mos ta humbasi rrugën për të cilën kam dalë unë. Vëllezër, në humbjen e rrugës i kushton njeriu të koha, ndonjëherë i kushton njeriu edhe puna e hollave. Gabon ndonjëherë rrugën, një vënesë jote ndoshta ta anulon një termin të rëndësishëm, a në veçanti në udhëtime. Au u dal, o Allah, të këti strehom, prej ti kërkoj mbrojtje, që të më mbrojsh prej dikujt që ka mundësi me ma humb rrugën, me mi humb mendimet, me mi përzi sunimet. Edhe kjo ndodhën vëllezër. Ndonjëherë ke dal me një jetë mirë për me e kry një punë, del dikush ta humb atë ambicien tënde. Jo thot mos e bë, jo se nuk ka nevojë, mirë, po pastaj kur dalin rezultatet që është dasht, i bi pishman. Vëllezër, personi ka dash para 10 viteve me shkun haq. Edhe i tregon një shokut të tij, aja thot vetëm një fjalë, thot, lebe, thot, se si vjet thot haxhi, thot, është i shtrenjtë. I ka thonë mos shkon haq, se si vjet thot haxhi që ka më i shtrenjtë se sa vitin e kaluar. Që 10 vite vëllezër asnjëherë haxhi nuk është bë më i lirë se sa ka qenë. Personi në fjalë ende nuk ka shkun haq. Me shpresë që do të lirohet, do të binë çmimet e haxhit. Po jo vetëm haxhi vëllezër. Gjitha sendet janë shtrenjtu. Mirë, po njerëzit i bëjnë, janë shtrenjtu. Restorantat për dasma, njerëzit ende më shumë bëjnë dasma. Janë shtrenjtu ndërtimet, materialet për ndërtim, njerëzit më shumë bëjnë shtëpia. Mirë, po kur vin puna mes te dhe Allahu subhanahu wa taala, Zoti të mbrojt, del dikush atë ambicien e vogël që e ke, del dikush ta jep një fjalë, edhe të kthem prej rrugës Allahu subhanahu wa taala. Pastaj në vazhdim vëllezër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an azilla au uzal. O Allah, më mbron që unë mos të rrshasi, mos të gaboj, ose mos del dikush tjetër që bën të rrshasi për atë që kam dalë. E kjo është vëllezër, është me të vërtet tepër një rrezik që e pret njeriu jashtë shtëpisë. Të ndoshta ndonjëherë pa dashje njeriu e bën ndonjë gabim ndaj dikujt, atë gabimin nuk ta falin njerëzit, ta përmendin ndoshta me vite.
Ndoshta gabimin që e bon, ja bon vetëm me një fjalë. Ndoshta e nënçmon, ndoshta nuk e respekton, mirë po sa herë që personi vin në atë vend, kujton jo për të mirë, për të kujton për të keq. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar këtë gjë vëllezër, që të kemi kujdes jo vetëm me të mëdhenj, jo vetëm me ata të cilët i kanë më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm me poste para neve, po edhe me fëmijë të vegjël, kur mos të nënçmo, as mos na nënçmo prindin e tij, as mos ja nënçmo profesionin e tij. Njëri i cili ka dashur të mësonte Kur'anin famular të përmend, dikush i ka thonë që ti nuk mundesh me u bë hoq, se nuk u ngjan ti me u bë hoq. Po i ka thonë bënu futbaler. Ai nuk është bë sot as futbaler, nuk është bë as hoq. Mirë po, ja din për faj se thot filani, thot, ma ka ndru, thot, në mendimin, më ka nënçmu, se unë nuk mundesha me u bë hoq. Andaj të kemi kujdes vëllezër. Pastaj, ajo e treta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërku Allahu që ta mbron prej rrezikut të tretë, është Allah, au adhlima au yudhlama alayya, o Allah, të lutem, më mbroj që unë mos t'i boj dikujt pa drejtësi zullum, pa as kërkush mos më bën mu zullum. Mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, kur të vinë më puna me i bë dikujt zullum, do më thonë njeriu i ka kalu shumë hapa me i bë dikujt zullum në nderin e tij, me i bë dikujt zullum në pasurinë e tij. Ai i cili bën zullum vëllezër, ai i cili bën zullum, Allahu na ruaj, fillimisht ai ka të i kalu ata kufit që janë në mbrendin e tij. E ka marrë një vendim, shkaku ndoshta i mendjemallësisë, shkaku ndoshta i xhelozisë që me i bë dikujt pa drejtësi. Ama e keq ka është vëllezër me i bë dikujt pa drejtësi në para njerëzve. Besoni vëllezër, nuk ka shpirt që i bëhet zullum që e haron se filani më ka bë zullum. Ndoshta kalojnë 15, 20, 30 vite, kur s'ta falën. Ali ibn Hamza al-Kisai, një prej dietarëve më të mëdhenj që e ka shërbi Kur'anin famullar. Sot e kësaj dite, me leximin e tij lexohet Kur'ani famullar në shumë shtete në botë. Harun al-Rashidi e zgjedh atë të jetë edukatori i dy gjembëve të tij, el-Emin wal-Ma'mun. Pra në pallatin e halifes, çdo ditë hyn i dietari Ali el-Kisai që më jam mësu me eduku djemt e kujt, djemt e halifes. Ka me mësu, me jam mësu mësimet e kësaj dunjas dhe të ahiretit. Me jam mësu mësimet e jetës, teorike dhe praktike. Një ditë prej ditëve, Ali ibn Hamza el-Kisai do me jam mësu dy djemve të halifes, që njoni prej këtyre të bëhet halife, do me jam mësu që kujdes, mos bëni zullum, e zullumi nuk harohet. Edhe fillon mësimin vëllezër, që sa fillon mësimi, njëri prej atyre që ka qenë pak i lëvizshëm, për herë të parë i bi me shkop, diçka, një rahje edukative. Mirë po, djali i halifes i laznum, thot pse mraje, thot hesht, thot pse mraje, tregom, thot hesht, mos fol. Sa herë që i ka thonë, pse mraje, ka thonë hesht, mos fol, mos pyet. Kalojnë vëllezër 20 vite, dhe në ditën e parë kur bëhet halife Ma'muni, ky djali i vogël, pasi që mbaron ajo ceremonia e urimit që është bëh halife, thot prej sot do të gjykoj thot me drejtësi dhe ju betohem në Zot që kërkujt nuk kam me ja fal. Dhe të parin që kam me gjyku thot është mësuesi jem, Ali ibn Hamza el-Kisai. Pas 20 viteve e thirrën mësuesin e tij plak, edhe e pyetën para njerëzve, thot halifja, o mësuesi im, thot një ditë prej ditëve thot më kera, dhe nuk më ka tregu arsyen se pse më kera, ke bo pa drejtësi. Tregon thot tash para njerëzve, se thot më kera atë ditë, kur ka ndodhur kjo para 20 viteve. Dhe më thonë e ke kallë dorën edhe më ke sill, ke lëndu, ma ke lëndu shpirtin para se me lëndu krahin, se më kera. Ali ibn Hamza el-Kisai, Allah më shiroft thot,
Se pas ke haru, jo thot nuk do të harroj thot kur. Thot vetëm për që këtë ditë thot kam dash thot, unë thot me të dhënë një mësim. Kam dash me të regu që një ditë prej ditëve, kur të vish në vendin e babas tanë, po është halife, kujdes, mos po zullum se zullumin kërkush nuk të haron. Kjo ka qenë thot arsyeja jeme, që une atë ditë e kam pas me të regu se në një mësim të vogël, me të dhëm një mësim të madh. Andaj vëllezër, ndoshta një shtyrje, ndoshta një shikim, jo me të drejt, konsiderohet zullum vëllezër. Me të vërtet konsiderohet zullum. A jashtë asaj që fjalët vëllezër kjo gjutha që e kina ne nuk ka koc. Ndoshta i thuni fjalë me nënçmim në mesin e njerëzve, s'ta haron kur. Kemi kujdes vëllezër. Kemi kujdes për hir të Allahut subhanahu wa taala, i moshirim që këta shpirtrat tonë të cilët i mbajmë se një ditë për çdo fjalë dhe për çdo vepër dhe për çdo shikim që e kina bë me zullum, do të japim përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mbron, të na drejton dhe nga çdo padrejti të gjithëve neve të na mbron. Qultu ma qad sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد. Të nderuar vëllezër, i përmenda 3 rreziqe nga të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo ditë sa herë që ka dalë prej shtëpisë së tij ka kërkuar tek Allahu subhanahu wa taala që Allahu ta mbron. E para ishte që Allahu ta mbron që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos ta humb rrugën e tij për të cilën ka dalë, synimin e tij për të cilën ai është dalë prej shtëpisë. E dyta ishte vëllezër që Allahu subhanahu wa taala që ta mbron, luti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos të rrëshqas, mos të gaboj diçka ndonjë gabim me fjalë ose me vepra pa dëshirë. Sikur se ndodhi në jetën tonë përditshme. Dhe e treta ishte vëllezër zullumi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ka qenë i kujdesshëm për veten e tij, sa ka qenë durimtar dhe i sjellshëm, megjithatë ka kërkuar prej Allahut subhanahu wa taala, ya Rab, mbron mua që mos t'i bëj kërkujt zullum me fjalë ose me vepra. Kurse rreziku i katërt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu është lutur çdo herë, ka thënë au ajhala au yujhala alayya, o Allah, të lutem më mbro mua që mos më i bë kërkujt, as kërkujt mos më i bë ignorancë, sjellje të keqe. Mos më injoru asnjë njeri, po mbro mua që edhe as kërkush mos jep leje që të më nënçmon para të tjerëve. Vëllezër, nënçmimi i njerëzve, a dini prej ku fillon, vëllezër? Fillon prej një mendje madhësie që është në zemër, që e sheh dikon se ai nuk është në nivelin tënd, nuk ja sheh punën e tij, nuk ja sheh tyrën e tij, nuk ja sheh prejardhjen e tij, nuk ja sheh zanatin e tij, dijen e tij, nuk ja sheh që ai meriton të respektohet. Edhe si rezultat i kësaj çka vjen vëllezër, ja nënçmon dikujt zanatin e tij, ja nënçmon dikujt prejardhjen e tij, ja nënçmon atij punën e tij, trupin e tij, që në fakt asnjë prej mundve, asnjë prej njerëzve që kanë probleme nuk ja ka zgjedh vetvetes problemin. Andaj vëllezër, ta gjëra janë shumë të rëndësishme që njeriu ta lut Allahun subhanahu wa taala që mos t'i takon njerëzit të cilët nënçmojnë, mos t'i sjell para në rrugën e tij. Thot njëri prej sahabëve i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, i kam disa prej të afërmve, unë mundohem me ata mu sjell mirë, me i lidhjet farafisnore, por ata thot gjithmonë thot yaqta'unani, më nënçmojnë, wa uhsinu ilejhim wa yusi'una ileje, unë thot ju bëjt mirë atyre, ata ma kthin me të keq, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alej, unë thot sillem but me ata thot me zhrashtësi, me ignorancë, me ignorojnë me sjellje të keqe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama kult
فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Po që se je ashtu sikur se e përshkruan veten tënde, atëherë dije se je në atë pozitë që je mbi ata sikur se me i hudh atyre pluhur, sikur se me qenë ata kundërtën asaj që sillin ata me ti. Ata të nënçmojnë, po në fakt ata janë që meritojnë të nënçmohen. Pastaj ju ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dije që me vazhdimsi do të kesh prej Allahut subhanahu wa taala ndihmës derisa je në këtë mënyrë. I duron, bohesh i but ndaj atyre, nuk i nënçmon ata. Të nderuar vëllezër, ju lutem, kemi kujdes gjithmonë kur të dalim prej shtëpiave tona, që ta thuajmë këtë dua. Secili prej neve le ta shkruan në telefonin e tij, në një letër. Asnjë prej neve nuk ka garancë dhe nuk do të jetë i garantuar dhe nuk do të jetë sikur sa ai që e thot lutjen dhe ai që nuk e thot lutjen. Po jo vetëm deri këtu vëllezër, familjarët tonë të cilët e kemi, fëmijët tonë, vajzat tona, bashkëshortet tona, nonave tona, gjithashtu të mësojmë këtë dua, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë dua e ka thënë të shtëpia e tij para se të me dal jashtë. Pra ne e kemi përgjegjësi po ashtu, me ndal padrejtësinë, me ndal ignorancën mes evladit ton, mes familjarëve ton, kur mos me hesht te zullumi vëllezër, thehet me zullum. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na zbukuron me sjellje të mirë. Lusim Allahun subhanahu wa taala të na udhëzon, të na drejton dhe nga çdo lloj humbjes dhe ignorancës Allahu të na mbron. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na jep të mirën në këtë dunja, të mirën në ahiret, dhe të na mbron nga çdo të keqe në këtë dunja dhe në ahiret. Lusim Allahun subhanahu wa taala që rinin ton Allahu t'i udhëzon, të rejat tona Allahu me mbulesë t'i zbukuron. Lusim Allahun subhanahu wa taala që pleqet ton, të smurit ton, Allahu atyre durim t'ju dhuron. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të vdekurit ton Allahu në varret e tyre Allahu i mëshiron dhe varret e tyre bafqe prej bafqeve xhenetit i ban. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Të nderuar besimtar, me të vërtet Allahu urdhëron drejtësinë, po mirësinë ndaj të afërmve dhe ndalon nga çdo punë të keqe dhe nga çdo lloj punë të neveritur. Kështu Allahu neve na urdhëron dhe mësim na jep që mësim të marrim. Wa aqimus salah.